Autoritetet turke kanë nisur një hetim ndaj 19 personazheve të njohur të jetës publike për përdorim të dyshuar të substancave narkotike. Mes personave të përfshirë janë emra të njohur të muzikës, televizionit dhe rrjeteve sociale. Në listën e personave nën hetim përfshihen këngëtarët Hadise Açigyoz dhe Irem Derici, aktorët Demet Evgar dhe Berrak Tyzy Nataç, si dhe influencueset Duygu Ozaslan dhe Derin Talu. Prokuroria e Përgjithshme e Stambollit ka konfirmuar se hetimi është hapur mbi bazën e nenit që lidhet me përdorimin e substancave narkotike ose stimuluese, sipas kodit penal të Turqisë. Aktualisht nuk janë lëshuar urdhra arresti, por të gjithë personat nën hetim janë thirrur për të dhënë deklarata dhe për të kryer analiza toksikologjike. Operacioni është kryer nga Komanda Provinciale e Xhandarmerisë së Stambollit. Personazhet publik janë shoqëruar në qendra shëndetësore për marrjen e mostrave të gjakut dhe më pas janë intervistuar nga autoritetet. Përveç emrave të përmendur më sipër, në listën e të hetuarve përfshihen edhe Zinet Sali, Kubilay Aka, Kaan Ildirim, Mert Yazigjiollu, Metin Akdylger, Çeren Moraj, Özge Ospirinçi, Engin Polat, Dilan Polat, Zeynep Meriç Aral, Birçe Akalaj dhe avokatja Feyza Altun. Sipas legjislacionit turk në fuqi, përdorimi personal i substancave narkotike nuk dënohet automatikisht me burgim. Në raste të tilla, personi mund të detyrohet të ndjek trajtim, rehabilitim apo të vendoset në mbikëqyrje provizore, në varësi të vlerësimeve të ekspertëve dhe të prokurorisë. Hetimet janë ende në fazën fillestare dhe pritet të zhvillohen mbi bazën e rezultateve të analizave toksikologjike dhe vlerësimeve ligjore që do të pasojnë.